Të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo. Te takimi i sotshëm, Lexo Biblën me ne do të lexojmë pjesë nga libri i Zanafilës, kapitujt 10 deri 11. Leximin e tekstit do ta bëj Dafina Maksuti nga Gjakova. Një katekez mbi këtë tekst do ta ofroj Petri Kalame nga Bilishti, Famullia e Korçës. Kapitujt 10-11 të Zanafilës përfundojnë pjesën e parë të krejt librit të Zanafilës, që kanë si qëllim të flasin mbi prejardhjen e rruzullimit dhe prejardhjen e njeriut. Cila është prejardhja e rruzullimit? Është Zoti e krijoi. Krijoi gjithçka, qiellin, tokën, gjithçka tjetër, njeriun si krijesën e funit dhe më të mirën prej të gjithave që kishte krijuar. Dhe gjithçka ishte e mirë. Por pa pritmas, mbi tokë hyn mëkati. Pjesa e keqe, negative, që Zoti nuk e kishte krijuar. Mëkati del prej krijesës për arsye një fije të pakuptueshme, siç kemi parë. Adami dhe Eva mëkatojnë, Kaini bret vllain, Noehu gjithashtu mëkaton pas përmbytjes. Mirë po para përmbytjes ishin mëkatar të gjithë njerëzit e mbretërisë së Noehut. Atëherë edhe tek kulla e Babelit do të shohim, gjejmë tendenca mëkati. Ja vlen pra të ndalemi një fije para se të lexojmë tekstin e t'i themi disa gjëra lidhur me mëkatin. Mbi mëkatin mund flitet prej pikpamjeve të ndryshme, unë shpjegimet që po ju përcjell i marr tek mësimet e disa profetëve, sidomos te Isaia dhe Jeremia. Do të përmendim edhe ndonjë profet tjetër. Do të ndalemi sot në 3 tema. E para do ta konsiderojmë mëkatin si diçka që ka karakteristika universale, që depërton në thellësi të qenies njerëzore. Tek e dyta do të themi diçka mbi natyrën e mëkatit. Tek e treta do të veçojmë disa mëkate specifike që profetët denoncojnë. Por mbi mëkatin do të flasim prapë edhe tek ndonjë takim i ardhshëm Lexo Biblën me ne. Do të flasim në mënyrë specifike, por patjetër duke komentuar tekste tjera, do të kemi rast të flasim përsëri dhe në pikpamje nga më të ndryshme mbi çështjen teologjike të mëkatit, që sikur se tham, hyn në Bibël një fije papritur dhe pa dëshiruar. Mëkati depërton në thellësi të qenies njerëzore, përshkon mbar njerëzimit. Kjo është pika parë që po komentojmë. I gjithë njerëzimi është i zhytur në mëkat dhe askush s'është i liruar prej tij. Duke kujtuar kohën e shpërnguljes në Babiloni, Isaia profet shkruan kështu: Të gjithë ne ende shim si dele të humbura, secili ndiqte udhën e vet, dhe Zoti bëri të rëndoj mbi të paullsinë e të gjithëve. Mbi të është fjala mbi Izraelin. Izraeli ka mëkatuar si kolektiv, kanë mëkatnuar të gjithë. Profeti përfytyron sjelljen e popullit si atë të deleve pa bari, të shpërndar, të pa orientuar dhe të prirur të ndjekin udhë të ndryshme nga ajo e Zotit. Mëkati përshkruhet si orientim i njeriut, si orientim i çdo njeriu. Një shembull tjetër e marrim te Jeremia profet. Tek kapitulli 17 rreshti 9, ai thot kështu: Më dinake se çdo gjë tjetër është zemra e njeriut, e pashërueshme, kush është ai që mund ta njohë? Në këtë tekst, fjalën zemër e kuptojmë si qendrën e mendimit dhe të vullnetit, të cilët mendimi dhe vullneti përshkruhen të prirur drejt dredhisë. Kjo si fenomen universal. Mëkatet dhe vendimet e gabuara shpesh lindin nga mendime të pa menduara mirë, mendime të pa shqyrtuara me kujdes. Jeremia insiston se mendimet duhen vëzhguar me kujdes, duhen analizuar qëllimet që kanë,
sepse mendimet shndrohen në tundime, dhe të gjitha tundimet shfaqen gati gjithmonë të mbështjella e të mira, ose shumë mirë të kamufluara. Por tek kjo temë do të kthejmë përsëri në takimet tona. Tek tema pra se secili tundim që na fton të mëkatojmë paraqet në vete elemente pozitive ose të kënaqshme, me qëllim që me këto elemente pozitive ose të kënaqshme të fsheh të keqen që faktikisht propozon. Tek shembulli i parë që kemi lexuar, kemi vrejtur tendencën që mëkati ka të shfaqet si mentalitet kolektiv që refuzon Zotin. Tek i dyti, si pakujdesia e njeriut ta shqyrtoj drejtimin ku çon mendimi vet. Mëkati kështu mund të shtrijë rrënjë të thella. Këtë mund ta ilustrojmë duke cituar edhe një herë Jeremin profet, tek kapitulli 13, rreshtat 22-23. Po lexojmë. E nëse në mend të shkon të pyetësh, pse po më ndodh kjo gjë? Për shkak të paullësisë sate të madhe, ti zbuluan fajet e tua e të dhunuan. Vallë, a mundet Etiopasi të ndrojë lëkurën, ose leopardi larat e lëkurës së vet? Po pse po më ndodh e gjithë kjo, pyeste populli? Pse përfunduam në mergim? Përgjigja është se ka ardhur momenti kur mëkatet kanë dalë në pa. Ata janë zbuluar dhe janë shumë. Izraeli duket se po pson atë që ka merituar. Jeremia shtjellon mëkatin me dy analogji, të Etiopasit dhe të leopardit, që nuk mund ta ndrojnë lëkurën. Kështu dhe njeriu, mëkatar është e mëkatar mbet. Për këtyre shënimeve antropologjike mbi mëkatin, mund të kalojmë tani në disa shënime më teologjike. Profetët e konsiderojnë mëkatin si rebelim ndaj Zotit, si padrejtësi shoqërore, si hipokrizi fetare, si mbështetje e njeriut në forcat e veta, si sjellje jo morale. Ti shikojmë këto shënime me radhë. Rebelimi ndaj Zotit. Izaia dhe Jeremia theksojnë se rebelimi ndaj Zotit është i qëllimshëm, nuk është diçka aksidentale. Nuk është që e dëshirueshme, por është e qëllimshme. Të japim dy shembuj. Krejt në fillim të librit të tij, Isaia kapitulli 1, rreshta 2-3, shprehet kështu: Dëgjoni o qej, dëgjo o tokë, sepse Zoti po flet. Fëmijët i rrita, i burrërova, por ata më përbuzen. Kau e njeh të Zotin, edhe Gomari grashdin e pronarit të vet, kurse Izraeli nuk njeh, populli im nuk merr vesh. Qielli e toka në këto rreshta janë elemente kozmike, që hyjnë thret si dëshmitar të sjelljeve të papërshtatshme të njeriut. Thirrja e qiellit dhe tokës si dëshmitar përfaqëson një figurë që studiuesit e profetëve e quajnë juridiko-profetike. Kjo shprehje teknike egzegetike që përdoret në shkenca biblike, pra figura juridiko-profetike, thekson se dëshmia e qiellit dhe e tokës konfirmojnë perceptimin që ka Zoti mbi realitetin ku ndodhet njeriu. Edhe kafshët e zakonshme, si kau e gomari, e njohin dhe respektojnë autoritetin e pronarit të tyre. Njohja e tyre është instinktive. Në kontrast me këtë njohje instinktive të kaut e të gomarit, vjen njohja e Izraelit, që është racionale. Njeriu mendon dhe kupton në mënyrë racionale. Megjithatë, populli bën diçka jo racionale, e refuzon Zotin në mënyrë të qëllimshme, bën një akt të vetëdijshëm të mosbindjes. Ky shembull tregon se njeriu është kokfort, se ka tendencë ta përjashtojë Zotin, pa marrë parasysh sa të mira i bën Zoti atij. Duket se sa më shumë të mirë t'i bëj Zoti, aq me pak mirënjohje ja kthen njeriu. Tani të kalojmë në një temë tjetër teologjike,
shumë komplekse, tek e cila do të kthejmë shpesh gjatë takimeve tona Lexo Biblen me ne. Është tema e idhujtarisë. Me fjalën idhujtari, kuptojmë, e thënë shumë shkurtimisht, zëvendësimin e Zotit me zota tjerë, zëvendësimin e Zotit krijues me krijesat e tija që konsiderohen si hyjni. Ta japim shkurtimisht një shembull pa hyrë shumë në shpjegime. E marrim nga Jeremia, kapitulli 11, rreshtat 9-10. Pastaj Zoti më tha: U besatuan mes tyre njerëzit e Judës e banorët e Jerusalemit. U kthyen në paullësitë e etërve të vetëm e parshëm, të cilët nuk deshen t'i dëgjojnë fjalët e mia. Kështu pra ata shkuan pas hyjnive të huaja që t'u shërbejnë. Shtëpia e Izraelit e shtëpia e Judës e thyen beslidhjen time që e lidha me etrit e tyre. Në mënyrë sintetike mund të themi se në këtë kalim biblik, mëkati i idhujtarisë konsiston në 3 aspekte kryesore. I pari, idhujtaria trajtohet si përsëritje e mëkateve që Zoti tashmë i kishte dënuar të brezat e mëparshëm. Si tek shembulli i mëparshëm, edhe këtu kthehet tema e popullit, të cilit nuk i mbushet mendja, që harron shpejt të mirat e Zotit. E dyti, tek shprehja nuk deshen t'i dëgjojnë fjalët e mia, idhujtaria del si refuzim të dëgjohet fjala e Zotit. E treti, dhe kjo është më e rënda, idhujtaria shfaqet si shërbim ndaj hyjnive të huaja, që është thyrje e plot e beslidhjes. T'i japim edhe disa elemente tjera të mëkatit. Një shembull konkret i mëkatit tek profetët është profecia e rrejshme. Këtë shembull e marrim nga Jeremia, në të cilin përmendet mëkati i profecisë së rrejshme, te e cila temë do të kthehemi përsëri kur të shpjegojmë profetët. Jeremia shprehet kështu tek kapitulli 5, rreshtat 29-31. Vallë, as do t'i ndëshkoj këto faje, është fjala e Zotit, ose me njerëz të tilla thua as do të hakmerren. Gjërat e tmerrshme e të frikshme po ngjajnë në këtë vend. Profetët profetizojnë, rrena e priftrit po i duar trokasin e popullit tim, kjo i pëlqen. Po çdo të bëni kur të vi fundi? Dallojmë këtu 3 elemente. I pari, profecia e rrejshme konsiderohet si mëkat shumë i madh, sepse konsiston në shtrembrimin e fjalës së Zotit dhe paraqitjen e gabuar të vullnetit të tij. Kjo ndodh zakonisht sepse njerëzit shtyhen nga interesat vetjake ose nga dëshira për të pëlqyer tjerëve. Fjala e Zotit duhet pranuar siç është dhe kështu duhet shpallur. I dyti, tek këto rreshta gjejmë priftrit që duar trokasin. Edhe udhëheqësia fetare zyrtare e tempullit, sikurse janë priftrit, bëhen bashkëfajtor. Jeremia thot duar trokasin. Ata mbështesin, konfirmojnë, ushqejnë rrenën e profetëve të rrejshëm. Mëkati këtu formon një zinxhir. Kemi një grupacion që mbështet grupacionin tjetër në mëkat. Kemi një shoqëri njerëzish që shtyjnë njëri tjetrin ta kundërshtojnë vullnetin e Zotit. Së treti, gjejmë popullin që e pëlqen profecinë e rrejshme. Ky është elementi më i rrezikshëm i kësaj bisede. Është kulminimi i zinxhirit të mëkatit. Është koha kur njeriu refuzon Zotin, sepse kapet për gjëra të gabuara, për arsye se i pëlqejnë më shumë se ato që ofron Zoti. Zoti bën këtë pyetje retorike. Po çdo të bëni kur të vi fundi? Te konteksti i librit të Jeremis, Zoti e ka fjalën për dynjet e babilonasve, por ne po lexojmë këtu me shumë si mësim mbi mëkatin. Njeriu duhet ta kuptojë se gjërat e botës janë kalimtare. Ato që dhuron Zoti mbesin përgjithmonë. Të veçojmë tani disa mëkate specifike. I pari mëkat i veçantë
që profetet kritikojnë është padrejtësia shoqërore. Tek tema e padrejtësisë shoqërore veçohet zakonisht shfrytëzimi i nevojtarëve, sidomos i të varfërve, i bonjakëve dhe të vejave. Është një ndër mëkatet konkrete më të dënueshme të Shkrimit Shenjtë. Shembullin e parë e marrim prej Isaias profet. Isaia kapitulli 10, rreshtat 1-3. Shkruan kështu: Mirë ata që nxjerrin ligje të paulla, e kur i përpunojnë shkruajnë ligje të padrejta, për t'i shtypur në gjyq skamnorët, për t'u ashkelur të drejtën të varfërve të popullit tim, që vejushat të jenë breja atyre e jetimet t'i plaçkitin. Çka do të bëni në ditë të pasisë kur prej së largu të vijë mjerimi? Te kush do të kërkoni ndihmë? Ku do ta lini thesarin tuaj? Këto fjalë të librit të Isaias theksojnë disa elemente mëkatnore që në këtë tekst sintetizohen kështu. I pari, korrupsioni ligjor i studiuar mirë, me të cilin autorët e tij manipulojnë drejtësinë civile për përfitime personale. I dyti, shfrytëzimi të dobëtve. Në vend që tu ndihmohet të dobëtve, të varfërve e tjera, ata shndrohen në vegla për t'i përdorur për përfitime personale. Njësoj edhe për vejushat dhe jetimt, që janë shtresa më nevojtare e popullsisë. Nuk mund të mendohet një mëkat më i madh se dhunimin e tyre. Në thelb pra kemi plaçkitjen nga ana e të pasurve dhe atyre që nuk mund t'i dalin zot vetes. E treta, arroganca dhe mendjemallësia shpirtërore. Këta njerëz, thot Izaia, janë arrogant, mendojnë se askurr nuk do të kërkohet përgjegjësi prej tyre. Por siç thot populli jon, nuk ec kumbulli gjithmonë mbi ujë. Së fundi, në vend që të pasurit të mbështeten te Zoti, ata themelojnë jetën e tyre tek pasuria pa ndershme. Këtë sistem pa drejtësie Zoti nuk e toleron. Ose herët, ose vonë e gjen mënyrën ta shkatërrojë. Një tjetër mëkat që profetët akuzojnë është hipokrizia fetare. Fjala hipokrizi vjen prej fjalës greke hipokrisis, që do të thonë simulim. Është një farë aktrimi, kur personi e paraqet veten në një formë zakonisht pozitive dhe fsheh të vërtetën e tij me kujdes, si në mantel, thoshte Dante Alighieri, kur përshkruante hipokritët. Në shqip e quajmë edhe dyftërsi ose farizaizëm, është një ndër mëkatet shpirtërore më të urryeshme të beslidhjes së vjetër. Nuk duhet të paraqitemi para tjerëve, por sidomos para Zotit, ashtu si nuk jemi. Nuk duhet të paraqitemi të mirë, duhet të jemi të mirë. Po japim ndonjë shembull. Isaia kapitulli 1, rreshti 11, atëherë dhe rreshtat 16 dhe 17 që po lexojmë, e përshkruaj një fije këtë mëkat. Ç'më duhen flitë tuaja të panumërta, thot Zoti. Jam ngopur me fli shkrumbimi deshësh, me dhjam bagtish të majura, e gjak demash, qengjash, e cjepsh nuk dua. Lahuni, pastrohuni, hiqeni fajsin tuaj prej syve të mi. Pushoni të bëni keq, mësoni të bëni vepra të mira. Kërkojeni drejtësinë, ndihmoni të shtypurit, jepeni të drejtën bonjakut, mbrojeni të vejen. Ku qëndron mëkati tek këto rreshta? E para, ndarje totale midis jetës fetare dhe jetës morale. Izraeli vazhdon të ofrojë fli, gjak, dhjam e tjerë, fli të kërkuara nga vetë Zoti në ligjin e Mojsiut, por Zoti i refuzon të gjitha. Zoti nuk ankohet se kanë pushuar të kushtojnë fli, por se krahas me flit bëjnë edhe padrejtësi. Prandaj ritet që ne bëjmë, i bëjmë jo pse Zoti ka nevojë për to, por pse ato, dhe kjo është pika 2, na ndihmojnë neve të ndryshojmë. Është e kotë nëse bëjmë fli të ndryshme dhe ne nuk ndryshojmë as pak. Flijimet dhe ceremonialet
kanë humur çdo kuptim, janë bërë rutinë zbrazët. Njerëzit besojnë se duke kryer veprime fetare të tilla, mund ta blejnë ndërthojza aprovimin e Zotit. E treta, indiferenca ndaj drejtësisë sociale. Kjo temë përsëritet edhe këtu. Kërkojeni drejtësinë, ndihmoni të shtypurit, jepini të drejtën bonjakut, mbrojeni të vejen. Po jap së fundi edhe një shembull tjetër prej librit të Amosit. Nuk po e komentoj dhe me këtë po përfundoj këtë paraqitje. Thot Amosi kështu te kapitulli 5, rreshtat 21-24. I urrej, i përbuz festimet tuaja. Nuk u kënaqem të kremteve tuaja, po dhe në me kushtov shiflish grumbimi, kushtimore tuaja si pranoj, as që i shikoj flite majme për pajtim. Ma largoni zhurmën e këngëve tuaja, s'dua të ndijej zërin e lyrave tuaja, me mirë të rrjell si ujë e drejta, si lumi që shterr drejtësia. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 10, rreshtat 1 deri në 6. Këta janë pasardhësit të bijeve të Noehit, Semi, Kami e Jafeti. Këtyre pas përmbytjes u lindën fëmijë, bijt e Jafetit, Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mosoku e Tirasi. Bijt e Gomerit, Askenezi, Rifati, Togërmai. Bijt e Javanit, Elisai, Tarsisi, Cetimi dhe Rodanimi. Prej këtyre u ndan popujt në përrydhesa, në krahinat e veta, secili sipas gjuhës së vet dhe sipas barkut të vet, në kombësi të vet. Bijt e Kamit, Kusi, Mesraimi, Futi dhe Kanaani. Kapitulli 10-11 të Zanafilës përbën një njësi letrare dhe teologjike me cilën përfundon pjesa e parë e Biblës. Historia e priardhjes së qiellit, tokës dhe gjithçka është në të. Këto kapitull lidhin tregimin e përmbytjes, Zanafilla 6:9, me thirrjen e Abrahamit, Zanafilla 12:1-3. Kapitulli 10 rrëfen shpërndarjen e njerëzimit në tokë, ndërsa kapitulli 11:1-9 e paraqet këtë shpërndarje përmes mendimëllësisë njerëzore dhe pakënaqësisë së Zotit karshi kësaj mendje të madhe të njeriut. Nga ana letrare këto dy kapituj mundohen të shpjegojnë çfarë ndodhi me njerëzimin pas dëbimit të tij prej kopshtit të Edenit. Kur të vazhdoj me tregimin e Abrahamit, në çfarë gjendje do të jetë njeriu? Të fillojmë pra me kapitullin 10 të Zanafilës. Quhet tabela e kombeve. Janë breznit e Shem, Ham dhe Jafet. Toledot Shem, Ham dhe Jafet në hebraisht. Zanafila kapitulli 10 është quajtur tabela e kombeve prej studiosëve të Biblës. Termi vjen prej studiosëve gjerman, për shembull Hermann Gunkel, por edhe Gerhard von Rad. Këta e quanin Völkertafel, pikrisht tabel e kombeve. Është një dokument i pashoq letrar në botën e lashtë, që paraqet një etnografi gjenealogjike të 70 kombeve të dala nga 3 bijtë e Noehut: Jafet, rreshtat 2-5, Ham, rreshtat 6-20, dhe Shem, rreshtat 21-31, edhe gjem edhe një përmbledhje në rreshtin 32. Funksioni teologjik i këtyre tabelave të kombeve është numri i emrave në tekstin hebraik. Me ndonjë variant të vogël, ky numër është 70. Numri 70 është simbolik, përputhet me 70 pleqtë e Izraelit që përmenden te kapitulli 24, rreshti 1 i librit të Daljes. 70 antarë të familjes së Jakobit që zbritën në Egjipt,
Zanafila 46:27. Edhe tekste jo biblike marrin simbolike në numrin 70, për shembull 70 bijtë e Elit në disa tekste ugaritike. Nuk është rasti tani të shpjegojmë se për çfarë tekstesh është fjala. Këtu me rëndësi është kthimi i shpesht i numrit 70 në tekst. Numri 70 përdoret për të shënuar plotësi, në këtë rast pra tërësinë e kombeve të botës, të ardhura si trashëgimi e Noehut pas përmbytjes. Zoti e bekon Noehun. Hyi e bekoi Noehun dhe bijtë e tij e u tha: "Jini të pleshëm, shumohuni dhe mbusheni tokën." Tek Zanafila kapitulli 9 rreshti 1. Shumë kombe pra janë bekim. Këta janë të gjithë pasardhësit e Noehut. Edhe kombet janë krijim i Zotit. Të gjitha kombet e botës janë të krijuara për të jetuar së bashku në paqen e krijesës së Zotit. Bijtë e Jafet tek kapitulli 10 rreshta 2 deri në 5 janë popujt që ne sot i konsiderojmë si popullata indo-europiane. Për shembull, Gomer janë Kimeriant, Galatet. Magog janë popullatat e veriut të detit të Zi. Madajin janë Medianitet. Javanin janë Jonjant ose grekt. Tubalin dhe Meshech janë popuj anatolian. Dhe Tirasin, ndoshta Trakia, janë popuj të brigjeve të detit. I referohen popujve të ishujve dhe bregdetarë të Mesdheut. Djali tjetër, Ham, tek kapitulli 10 rreshta 6 deri 20, përmendin popullata që përfaqësojnë fuqitë e mëdha të qytetërimeve që rrethonin Izraelin. Kush është Etiopia, Egjipti, Mizraim, Put është Libia dhe Kanaani. Tek rreshta 8 deri në 12 gjejmë një tregim mbi Nimrod, që është vetmja pjesë në prozë të këto kapituj. Nimrod përshkruhet si gjahtar i fortë, por funksioni i tregimit këtu është misterioz. Mund të funksionojë si analogji për të përshkruar ndonjë realitet tjetër, ndoshta hyjnin e luftës, Ninurta të Babilonisë, ose edhe mbretin Tukulti Ninurta i parë të Asirisë. Çfarë do qoftë roli i këtij tregimi? Themelimi i qyteteve Babel, Erech ose Urukut dhe Akadit e lidh Nimrodin me vetë qytetërimin që do të gjykohet në Zanafilën kapitullin 11. Jepet përshtypja se edhe pas përmbytjes, dhuna ka vazhduar të jetë e pranishme në tokë. Tek rreshtat 15-19 përmenden popujt e Kanaanit, Sidoni, Heti ose Hititët dhe qytetet e ndryshme. Ata trashëgojnë tokën e premtuar. Kjo thekson besnikrinë e Zotit ndaj premtimit të dhënë. Birt e Shem tek kapitulli 10 rreshtat 21-31. Gjenealogjia e Shem ose Semit si e quajmë ne është e strukturuar ashtu që të kulmoj te Eber, te Eberi. Është një eponim Eber. Me këtë fjalën kuptojmë personin për të cilit merr emrin qyteti, populli ose edhe një kom tjetër, pra me fjalën eponim. Eber është eponim për ibrimve, për hebrenjve. Në gjenealogji kemi edhe një personazh tjetër që e quajmë Peleg. Sipas studiosëve, ky është eponim për Babel. Lista e tërë sjell tek Abrahami. Tregimi i kullës së Babelit që vjen është një paraprirje për ciklin e Abrahamit. Kapitulli 10 pra, për të përfunduar, tregon për hapjen e përsosur të popullatave që kanë ardhur mbi tokë pas përmbytjes të gjithë pasardhës të Noehut. Popullata është krejtësisht mirë e përhapur, mirë po si do të shohim me njëherë tek rasti i kullës së Babelit, lind një çështje e papritur në të cilën Zoti detyrohet të ndërhyjë.
Nga libri I Zanafilës, kapitulli 11, rreshtat 1 deri në 4. Mbar toka kishte vetëm një gjuhë dhe fjalët e njëjta. Kur u quan prej lindjes, gjetën një fushë në dheun e Senarit dhe aty ngulën banimin. I thanë njëri tjetrit: "Ejani të presim tulla dhe të I pjekim në zjarr." Tullat I përdorën në vend të gurëve e bitunin në vend të llaçit dhe thanë: "Ejani ta ngrehim për vete një qytet dhe perg, maja e secilës do ta prek qiellin. T'ja rrisim vetës zërin që të mos shpërndahemi faqes së dheut." Te kreshti 1 këtij kapitulli njerëzit flisnin një gjuhë të vetme. Te kreshti 2 ata zënë vend aty dhe vendosin të bashkojnë tulla, dhe me njëherë te kreshti 3 tregohet se ata vendosen të ndërtojnë një kull. Pas kësaj Zoti erdhi mbi tokë të shoh. Kjo tregohet te rreshti 4. Për një farë arsye Zoti nuk mbeti I kënaqur me çfarë pa. Tregohet te rreshti 7. U ngatroi gjuhët, pra nuk kemi më një gjuhë të vetme si në fillim. Ata ndërprenë ndërtimin e kullës, si edhe vetë qytetin e Babelit dhe pastaj u shpërndan te rreshti 8. Si përfundim, kemi një konfuzion midis kombeve të gjithë botës te rreshti 9. Sipas një biblisti britanik, Gordon Wenham, në qendër të këtyre rreshtave është vizita e Zotit, punimeve të kullës. Diçka mund të duket e bukur dhe madhështore para syve të njerëzve, por nuk ka aq rëndësi si duket para njerëzve. E rëndësishme është si duket para Zotit. Ai është kriteri I vlefshmërisë së gjërave që bëhen. Pra, rreshtat 3-4 mund t'i titullojmë qyteti dhe kulla. Në kulturën mesopotamike ekzistonte ideja e një tempulli me shkallë që quhej zigurat, e shumë e famshme kjo në arkeologjinë, sidomos të Mesopotamisë. Zigurat kishte për qëllim të lidhte idealisht qiellin me tokën. Sipas studiusve të kësaj periudhe, arkeologëve sidomos, qëllimi I zigurat ishte të bënin të ngriteshin deri në qiell si me do farë shkallash, por është e mundur që shkallat e kësaj godine për kulturën mesopotamike kishin si qëllim të manipulonin zotat që ata më lehtësisht të zbritnin në tokë. Është e mundur se Shkrimi I Shenjtë e interpreton këtë vepër të njerëzve si tentativë të manipulohej Zoti. Ndërtuesit e shprehin kështu arsyen e ndërtimit të kullës. Ejani ta ngrejmë për vete një qytet dhe pirg, maja e të cilit do të prek qiellin. T'ja rrisin vete zërin që të mos shpërndahemi faqes së dheut. Kështu te rreshti 4. Këtu preken 2 elemente teologjike delikate. E para, dëshira për të trashëguar një emër, famë, pasardhës. Gabimi I njeriut është që t'ja madhroj vetvetes emrin e vet, por kjo kundërshton premtimin hynor tek Zanafilla kapitulli 12 rreshti 2, kur Zoti thot: "Do ta bëj të madh emrin tënd." I takon Zotit ta bëj të madh emrin e njeriut. Njeriu nuk mund t'ja rrisë emrin vetvetes. E dyta është frika nga shpërndarja. Zoti I ka urdhëruar njeriu të shtohet, të shumohet dhe të mbush tokën. Zanafilla kapitulli 1 rreshti 28 dhe kapitulli 9 rreshti 1. Njerëzit duhet të shpërndahen sepse nuk mund të jetojnë të gjithë në një kull. Mosbindja e Zotit sjell me vete natyrisht shpërndarjen e njerëzve. Zoti vjen dhe merr një vendim. Rreshtat 5 deri në 7. Ulja e Zotit në tokë tek rreshti 5 është një rast ironik. Aq lart në qiell e kanë lartësuar kullën, sa që Zoti detyrohet të ulet në tokë ta gjejë. Njeriu mendon se ka bërë një gjë të madhe, ashtu I duket atij, por ajo është krejt e vogël dhe e pavlerë. Zoti flet me vete, një mend që ka një popull.
dhe pas kanë vetëm një gjuhë. Ky është fillimi i veprimtarisë së tyre, dhe tani e tutje nuk do ta kenë vështirë të kryejnë gjithçka të synojnë. E janë pra të zbresim e t'u apshtjellojmë këto gjuhën e tyre, që të mos mund të merren vesh me njëri tjetrin. Zoti ka frikë se njeriu mund të organizojë jetën e vet, duke u mbështetur në rregullore që veti cakton. Ai u angatron gjuhët që këtë vetë rregullim të jetës të mos i arrijë. Kjo do të thonë se ngatrimi i gjuhëve është një nder që Zoti u bën, është një ndihmë, se përndryshe, sikur njeriu t'ia kishte arritë ta bazojë jetën e vet në rregullore të caktuara prej vetvetes, me siguri do të kishte arritur tek vetëshkatrimi. Njeriu mbijeton dhe përparon vetëm nëse ndjek rregullin e përcaktuar prej Zotit. Së fundi, dy fjalë për emrin Babel vjen për një folje hebraike, balal, që do të thonë të përzijej, të sjell konfuzion, por kjo sipas studiosëve është paranomazi. Para se ta shpjegoj fjalën paranomazi, le të themi se në Babiloni kishin mendimin se qyteti i Babilonisë në akadisht Babili përkthehej si dera e Zotit ose dera e zotave, vendi nga ku zotat ulen në tokë. Me fjalën paranomazi kuptojmë fjalë që tingëllojnë njësoj, por kanë domethënie të ndryshme. Në këtë rast, balal në hebraisht është ngjashëm me Babili në akadisht. Për këtë arsye emri Babel ndoshta ka për qëllim të jetë një farë ironie për qytetin e Babilonisë, një kritik për hyjnitë e tyre që kanë pretendimin se mund të manipulojnë Zotin, ose edhe ta kufizojnë atë. Zoti nuk ulet shkallave të tempojve të tyre. Ai është krijuesi dhe mbi tokë shkon dhe vjen, kur të doj dhe si të doj. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 11, rreshtat 5 deri në 9. Zoti zbriti përmbi tokë për të parë qytetin dhe pirgun që ndërtua njerëzit. Zoti tha: një mend qenë ka një popull dhe pas kanë vetëm një gjuhë. Ky është fillimi i veprimtarisë së tyre, dhe tani e tutje nuk do ta kenë vështirë të kryejnë gjithçka të synojnë. E janë pra të zbresim e t'u apshtjellojmë këto gjuhën e tyre, që të mos mund të merren vesh njeri me tjetrin. Prej andej, Zoti shpërndau nga ai vend mbi sipërfaqen e mbar tokës, dhe ata po shuan të ndërtuare qytetin. Prandaj edhe quhet Babel, sepse aty u pshtjellua gjuha e mbar tokës, dhe prej andej Zoti shpërndau mbi faqen e dheut. Kështu kemi lexuar tabelën e kombeve dhe tregimin e ndërtimit të kullës së Babelit, siç e gjejmë te kapitujt 10 edhe 11 të librit të Zanafilës. Cilët mund të jenë disa konkluzione teologjike që marrim prej këtyre dy kapitujve? I pari, tema e krijimit, bekimit dhe shpërndarjes së popullsisë. Zanafila kapitujt 10-11 zhvillon bekimin e krijimit që gjejmë tek Zanafila kapitulli i parë, rreshti 21, kur
Zoti krijon njeriun, ai u thot kështu: shtohuni, e shumohuni, e mbusheni token, dhe sundojeni atë. Bëhuni zotruesit e peshqve të detit, të shpenve të qiellit, dhe të çdo gjallëse që lëviz përmi tokë. Tabela e kombeve tregon përmbushjen e këtij bekimi. Janë 70 popull që e mbushin tokën. Historia e Babelit, nga ana tjetër, tregon rrezikun e thyerjes së këtij bekimi, të përmbysjes së tij. Zgjedhjen e jetesës në uniformitet në vend të popullimit të tokës. Toka jo e populluar do të ishte e kotë. Zoti e ka krijuar tokën me qëllim që njeriu ta popullojë. Është një urdhër që njeriu merr, të shtohet dhe të shumohet dhe ta popullojë tokën. Këtë urdhër njeriu duhet ta zbatojë. Një tjetër temë teologjike e kemi çështjen e dygjuhësisë. Themelimi i qyteteve nga Nimrodi dhe ambicia arkitekturore e ndërtuesve të Babelit nuk e dënojnë qytetrimin si të tillë, por të paktën në mënyrë të tërthorë zbulojnë dhe dënojnë idhujtaritë e mundshme të tyre. Qyteti mund të jetë vend i lulëzimit njerëzor, por edhe vend ku zhvillohet idhujtaria. Teksti e mban këtë ambiguitet të hapur. E mban të hapur sepse varet prej njeriu çfarë do të vendosë për jetën e vet. Ai është i ftuar ta dëgjojë Zotin, të ndjek udhëzimet e tija, por në lirinë e tij njeriu mundet edhe të zgjedhë idhujtarinë. Një tjetër temë e lidhim me rrëshajet. Është një fije një kapërcim shumë i madh kohor, ndoshta edhe pak anakronike të flasim për rrëshajet te kulla e Babelit. Mirë po, tradita e krishterë e ka lexuar vazhdimisht Babelin si parathënie të rrëshajve. Shën Augustini për shembull shkruan kështu: siç çoi krenaria e njerëzve në ngatrimin e gjuhëve në Babel, po kështu përvujtria e shpirtit në ditën e rrëshajve e përmbysi atë, jo duke imponuar një gjuhë të vetme, por duke mundësuar që të gjitha gjuhët të shpallin një të vërtetë. Pra, tek Veprat e Apostujve, kapitulli 2, rreshtat 1-11, nuk e rikthehet uniformiteti i gjuhës, por mundson kuptimin për të dallimeve. Ndryshueshmëria midis njerëzve mbetet, por kjo nuk është një pengesë që njeriu të komunikojë me njëri tjetrin. Në fakt, apostujt predikojnë dhe të gjithë i kuptojnë se ç'po thonin. E fundit kemi temën e veçantisë nëpërmjet universalitetit. Kjo histori mbyllet me një lëvizje nga universalia, të gjithë 70 kombet, drejt të veçantës, një njeri, një familje, një premtim. Ky ngushtim nuk është diçka që e bën tregimin shumë ekskluziv. Thirrja e Abrahamit tek kapitulli 12 merr kuptim vetëm në sfondin e këtyre 2 kapitujve që lexuam, për masat universale të dështimit dhe diversitetit njerëzor. Zgjedhja e veçantë e Abrahamit i shërben bekimit universal. Në ty do të bekohen të gjitha familjet e tokës.
Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë vjen me njëherë pas përmbytjes. Pasardhësit e Noeut ishin Semi, Kami dhe Jafeti. Prej tyre dolën popujt që u vendosën sipas vendeve të tyre, dhe secili sipas gjuhës së vet, sipas familjeve dhe kombeve. Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë na tregon se të gjithë i përkasim një familje. Bijtë e Jafetit u vendosën në Bregdet, dhe prej tyre dolën popujt bregdetar. Bijtë e Kamit u vendosën në tokën e Shinarit. Bijtë e Semit u vendosën prej Meshait deri në Sefar, një mal në lindje. Pas përmbytjes, kombet u përhapën në tokë prej bijve të Noeut. Edhe pse u përhapën në kombe të ndryshme, të gjithë flisnin të njëjtën gjuhë, thonin të njëjtat fjalë. Nuk kishte dallim midis tyre për shkak të mosnjohjes së gjuhës. Njerëzit gjetën një fushë në tokën e Shinarit, banuan atje dhe i thanë njëri tjetrit: "Ejani të bëjmë tulla e t'i pjekim në zjarr." Kështu, ata përdorën tulla në vend të gurit, e zift në vend të baltës. Dhe thanë: "Ejani të ndërtojmë për vete një qytet e një kull, maja e të cilës të prek qiellin, që të bëjmë emër e të mos shpërndahemi mbi faqen e tërdheut." Krenaria, mendje madhësia dhe egoizmi njerëzor vë në qendër të gjithçkaje veten e vet. Kaq e madhe ishte kjo krenari, sa që nuk kishte mirënjohje për të gjitha të mirat që hyi kishte falur. Dëshira për të bërë zotur të gjërave që i rrethojnë i bënte njerëzit të ndërmerrnin iniciativa për ndërtimin e diçkaje aq madhështore, duke mos përdorur ato dhurata natyrore që hyi kishte falur, siç ishin gurët dhe balta. Por vetë njerëzit dëshironin të bëheshin krijues, duke pjekur baltën për të bërë tullën, apo duke përdorur zift në vend të baltës. Krenaria njerëzore tregohet aq fodulle sa në vend që qytetin të mund të ndërtonin mbi një mal, ku takimi me qiellin do të ishte më i lehtë, ata preferojnë të ndërtojnë një kull mbi një fushë, duke pretenduar të kalonin lartësitë e maleve për të arritur qiellin. Aq shumë e mbi vlerësoni veten, sa që mendonin se do t'i kalonin nga madhësia mrekullitë natyrore që hyi kishte bërë, siç ishin edhe malet. Nëpërmjet kësaj kulle, ata donin të bëheshin krijues, zotër dhe pronar të gjithçkaje për vete. Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njeriut po ndërtonin. Këtu kemi ndërhyrjen e hyjit, i cili zbret për të parë se çfarë njeriu bën me lirinë që hyi kishte dhënë. Deri ku mund të arrinte ky njeri? Hyi zbriti për të parë te kalimin e çdo kufiri njerëzor. Ku mund të shkonte njeriu kur në qendër të jetës vendos vetveten dhe jo hyin, krijuesin e vet? E Zoti tha: "Ja, ata janë një popull, e flasin të gjithë një gjuhë, dhe ky është vetëm fillimi i veprave të tyre. Tani, çfarë kanë ndërmend të bëjnë, nuk do të jetë e pamundur për ta. Ejani të zbresim, e mu atje t'ua përzjejmë gjuhën, që të mos e kuptojnë gjuhën e njëri tjetrit." Atëherë Zoti i shpërndau njerëzit në të gjithë botën, dhe ata reshtën së ndërtuari qytetin dhe kullën. Shkrimi i shenjtë na flet qartë. Hyi i fton njerëzit të kthehen tek ai. Gjuhët janë simbol i limiteve që njeriu nuk duhet të kalojë, pasi te kalimi tyre është në dëm të vetë njeriut. Zotit nuk i pëlqen ndasia, por është e keqe njësia që si parim ka dhunën. Vetëm Zoti ka tagër e mundësi t'ua shpartalloj synimet njerëzve pa i shuar. Nuk është qortim, por thirrje.
Hyi i thret njerëzit të lejnë veten e tyre, duke i lejuar hyjit të veprojnë në jetën e tyre, sepse hyi nuk është larg që të ketë nevojë për kulla që ta takosh. Është zëri një hyji që nuk lodhet duke na kërkuar, një hyj që nuk thot rregullohu dhe pastaj eja, por eja ashtu siç je. Kjo thirrje na bën të kemi kujdes, të mos bëjmë vepra të mira para njerëzve vetëm për të dukur dhe për të ndjerë mbi të tjerët. Shkrimi i Shenjtë na bën të kuptojmë se dhe në ditët e sotme përjetojmë të njëjtat gjëra, sepse të gjithë i ngjasojmë kullës që duam të dukemi, të vlerësohemi, të pranohemi. Edhe kur bëjmë mirë, edhe kur lutemi, mund ta bëjmë për të dukur. Mund të bëjmë mirë për të marrë lavdërime. Hyi na fton të shikojmë zemrën. Jeta nuk është teatër. Nuk mund të bëjmë gjëra vetëm në dukje, por duhet të jemi të vërtetë. Është e rëndësishme të kuptojmë që nuk jemi ne ata që kanë meritën e afrimit me hyin. Nuk jemi ne që hedhim hapat për të shkuar drejt tij, por është ai që zbret tek ne. Ndonjëherë e imagjinojmë jetën shpirtërore si një shkallë, ne poshtë e hyi lart, dhe ne që duhet të ngjitemi hap pas hapi. Por feja jonë na mëson se hyi është ai që zbret, që afrohet. Hyi është ai që pret, që na afrohet, zbret dhe nuk dorëzohet para dobësive. Duhet të pranojmë se jemi krijesa të krijuara nga pluri dhe jemi mëkatar, jo për të trishtuar apo për të ndjerë të shtypur, por për të qenë të vërtetë. Nëse nuk e pranojmë se kemi nevojë për hyin, mëshira e tij mbetet një ide e bukur, por e largët. Nëse e pranojmë me sinqeritet se jemi të dobët, të pasigurt, atëherë gjithçka ndryshon. Shkrimi i Shenjtë përdor figura të thjeshta. Ne jemi si një kull që sado të ngrihet, nuk mund të arrijë të hyjë. Ne jemi pluhur i banuar nga shpirti i hyjit, jo një pluhur pa kuptim, por një pluhur i dashur nga hyi. Ne i përkasim hyjit. Hyi ndryshon edhe atë që na duket e pamundur, sepse dashuria e tij është më e madhe. Ato që krenaria, egoizmi, gjuandan, është hiri i dashurisë së hyjit që bashkon. Le të krijojmë hapësirë për hyin, për të vërtetën, për mëshirën. Jeta jonë është një udhëtim. Nuk na kërkohet të ndryshojmë gjithçka menjëherë. Nuk na kërkohet të bëhemi të përsosur në pak ditë. Na kërkohet të dëgjojmë atë zë që sot na thot me dashuri: kthehuni tek unë. Pas historisë së kullës Babelit, Shkrimi i Shenjtë vazhdon me patriarkët. Ajo çka vjen re është shkurtimi i jetëgjatësisë njerëzore për shkak të mëkatit. Noeu jetoi 950 vjet, Semi 500 vjet, Arfaksadi 438, Saleu 433, Heberi 464, Falegu 239, Reu 239, Sarugu 230, Nahori 138, Tareu 205 vjet. Hyi ndërhyri përsëri për të shmangur uljen e jetëgjatësisë së njeriu. Prej Tareut lindi Abrahami, të cilit hyi i premtoi se në të do të bekoheshin të gjitha fiset e tokës.
Në takimin e ardhshëm fillojmë leximin e ciklit të Abrahamit. Do të lexojmë herën tjetër Zanafillën kapitujt 12 deri në 17. Këto kapituj kanë disa elemente teologjike të rëndësishme edhe për kuptimin e disa pjesëve tjera të rëndësishëm të shkrimit të shenjtë, si të beslidhjes së vjetër si të beslidhjes së re. Nëse keni mundësi, lexoni të shtëpia. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.